Uganda, pra kjo pjesa këtu Tanzani, është një pjesë e cila ka lidhje edhe fetare, edhe historike, edhe ekonomike me Turqinë. Dhe Turqia, nëpërmjet Erdogani ka bërë një gjë që dikur e ka bërë Bettino Craxi në Itali, nëpërmjet Alitalias. Turqia nëpërmjet Turkish Airlines, Turqia ka bërë atë që unë e quaj diplomacia e Turkish Airlines. Pra ka lidhur Stambollin me gjithë këto kryeqytete, drejt për drejt. Dhe Turqia ka politika liberale, nuk kërkon viza. Po kërkon tregti, pra kërkon lëndën e parë, kërkon ekonomi, eksporton shumë në ato vende. Dhe Turqia ka ndjekur pak a shumë të njëjtën qasje që ka India me Afrikën Lindore. E ke ndërhyrjen e Turqisë e ke edhe në Libi? Po sigurisht në Libi, po Libia është... Edhe ajo pjesë është shumë Libia interesante për është Turqinë. me zde, ne po flasim për Afrikën Ako tu. Afrikë, e qartë. Libia është me zde. Investimet të mëdha në Algjeri, në Maroko, gjithashtu tani marrëdhëniet të relaksuara me Egjiptin. Sepse ai është me zde. Ai është me zde. Janë afër tyre, janë përballë. Tjetër ai është me zde, është botë arabe më shumë se sa botë afrikane, kurse këtu flasim për Afrikën e Zezë. E qartë. Një shtet Sepse tjetër. duhet t'ia shpjegojmë njerëzve që thuash Afrika e Zezë, që thuash kontinenti i zi nuk është racizëm, shpjegim gjeografik. E qartë. Besoj që tek ne nuk e kemi këtë ndjenjë të racizmit asnjëherë dhe Po besoj çfarë si ka, duhet shpjeguar gjë. Po, okay. Në rregull. Kemi një shtet tjetër që është Emiratet e Bashkuara Arabe. Pra ka një diplomaci shumë agresive në Ekonomike, ta thash. Është vendosur aty në jo vetëm. Jo, është vendosur në fund kanalit, pas Xhibutit, direkt pas Xhibutit, pikërisht sepse aty kalon është një nga rrugët kryesore të tregtisë botërore. Dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë ato, është ai vend që ka sjell paratë të gjithë botës në Dubai, edhe në Abu Dhabi. Kështu që me të njëjtin koncept zhvillon interesat ekonomik në botën arabe. Sidomos këto vendet që flasin Swahili, këto të Afrikës Lindore, ku nga e thash pra nga Somalia, pra nga briri i Afrikës e deri poshtë këtu afër Afrikës Jugut, janë këto dialektet lokale të cilat vinë nga arabishtja e tyre, pra dialekti Swahili, gjuha Swahili, dhe ata kanë arritur të deportojnë, edhe për shkak të besimit fetar, po edhe për shkak. Po në njëjtën kohë, Emiratet e Arabisë Saudite ka përdorur rrugën nga Sudani në Çad, pra ku janë popullsitë muslimane dhe të varfër, për të pasur një rol shumë të rëndësishëm, por në anën tjetër duhet shohësh edhe kanë marrë krahun e punës. Për shembull, Emiratet janë plot me njerëz që vinë nga Afrika, të cilët punojnë në Emirate. Shumë kanë. Por Arabia Saudite Gjithashtu. Ka plot, i ke nga Sudani, i ke nga Çadi, sepse janë punëtorë me kosto të ulët dhe janë punëtorë cilët përshtaten me, kështu që është normal.